Ku qaj të flasmet janë të larë, të qesh e të qaj me lotë në sy. Në shkollën nëntëvjeçare Ndoncmazi në Shkodër u zhvillua sot ekspozita me temën Stina Mirësisë, një aktivitet i dedikuar ndërgjegjësimit kundër bullizmit dhe promovimit të vlerave njerëzore. Nxënësit nga të gjitha klasat sollën punime artistike të punuara me kreativitet dhe mesazhe të forta mbi respektin, empatinë dhe tolerancën. Qëllimi i këtij aktiviteti ka për me përcjell mesazhet kundër bullizmit. Është planifikuar në formatin e një ekspozite, ku fëmijët kanë punuar nëpër klasat e tyre dhe kanë dhënë mesazhe që promovojnë vlerat njerëzore si toleranca, respekti dhe empatia. Është një projekt i cili është i paraqitur me imazhe vizatimore, ka një mesazh shumë të madh, flet për bullizmin. Bullizmi është një gjë e keqe që mërzit njeriu. Me këtë projekt kemi treguar si me dash me luftu bullizmin, duhet të buzëqeshim. Bullizmi është një gjë e papranueshme dhe e keqe. Kur dikush na bullizon, duhet ta injorojmë. Ne kena vizatu zemrat tona dhe çelësat si hapin dashuri. Pjesë e aktivitetet ishte edhe panairi ushqimeve të përgatitura nga vetë nxënësit e shkollës si simboli ushqyerjes së shëndetshme. Ekspozita Stina Mirësisë u mirëprit jo vetëm nga nxënësit, por edhe nga mësuesit, duke shndërruar këtë ditë në një shembull të bukur bashkëpunimi dhe edukimi kundër bullizmit.